Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së Demin të bëjmë leximin e radhës. Dashur Demër, para se të filloj më kanë pyetur pse aq herët babagjyshi. Është thjesht zgjedhja ime, e adhuroj këtë kohë, këtë sezon të vitit dhe ishte thjesht dëshira ime, kam filluar me zbukurime në shtëpi, edhe pse një muaj para. E kush mund të më thotë jo? Është thjesht dëshirë që kam, nga që e pëlqej jashtëmase. Të dashur Demër, kjo javë e juaja ka të bëj me vendime të qarta dhe përgjegjësi. Në fakt ka kohë, shkoj tregon që po largohesh nga diçka që nuk po të sjell asnjë përfitim. Ka kohë që kam kërkuar, duke u bazuar gjithmonë në letra, të dashur, në letra, në asgjë tjetër. Ka kohë që ju kam kërkuar të vendosni diçka një herë e mirë. Të marr një shembull, kot, nuk do të thotë patjetër që është ajo çfarë po them, mund të ketë të bëjë me diçka komplet tjetër. Për shembull, keni një marrëdhënie toksike dhe ka kohë që po e bluani nëpër kokë të largohem. Por po e thoni, po ankoheni, dhe s'po bëni as edhe një gjë. Mund të jetë punë, mund të jetë miqësi, mund të jenë shumë gjëra. Kjo çfarë dua t'ju them është duhet të largohesh nga diçka që nuk të sjell më asnjë përfitim. Të dashur Demër, kjo mund të jetë një mënyrë pune, një zakon apo një person me të cilin nuk ke më energji të përbashkët. Është momenti të mos mbash diçka vetëm nga zakoni, apo pse është e duhura për të tjerët, apo për rrethit dhe kështu me radhë. Kam një mbretëresh këtu të dashur të tokës që flet për stabilitet dhe organizim. Kujdesu të dashur Demër për gjërat tua praktike, cilat do të jenë, financat, shtëpinë, punën. Mos prit që të tjerët t'i rregullojnë për ty. Merr vetë përgjegjësi dhe gjej mënyrën më të thjeshtë për t'i bërë gjërat të funksionojnë. Kjo javë është e mirë për të pastruar, sistemuar dhe planifikuar çfarëdo që të jetë. Do thotë të rregullosh ambientin tënd që të ndihesh pak më lehtë pas këtij vendimi, të dashur Demër. Dhe pastaj Saga Sage tregon që ke nevojë absolutisht për qetësi dhe me vendime që do t'i marrësh, asumua që po të flas tani mos më dëgjo. Në kuptimin atë ti e di më së miri. Në formën e ti e ke jetuar, po e jeton, ti ke ndjerë, ti di më së miri. Është mos merr pra duke dëgjuar shumë njerëz, gjej kohën për vete, pa zhurmë dhe mendohu mirë para se të flasësh, vendosësh apo të reagosh. Ndonjëherë qetësia është përgjigjja më e zgjuar, të dashur Demër. Dhe si e rezultat emocionet dalin dhe thotë, në fund tregon qartësi pas konfuzionit, të dashur Demër. Nëse menaxhon mirë fillimin e javës, të merrni atë vendim, fundjava sjell qetësi dhe ndjesinë që ke bër diçka apo zgjedhje të duhur apo diçka të duhur. Nëse nuk e ke të qartë çfarë do, mos vepro. Prit derisa të ndihesh më e sigurt. Këshilla e këtyre letrave, të dashur Demër, është mos merr përsipër shumë gjëra një herësh, vendos për atë që e ke mbluar nëpër kokë tash e ca kohë, përqëndrohu te ajo që është më e rëndësishme për ty. Nëse mbart peshën të tjerëve apo çfarë të thonë dhe ti si të thonë, do të lodhesh kotran e harxhosh energji pa nevojë. Kur di çfarë vlen, e ke bërë gjysmën e punës, të dashur Demër.